Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi për të vazhduar komentet tona rreth Big Brother VIP Albania 5. Sonte është nata e Prime-it dhe duke qenë nata e Prime-it, Ledion Liço na pati paralajmëruar që sonte do të hapet edhe shtëpia tjetër. Do të thënë ne jemi të lajmëruar që ka 2 shtëpi. Do të thënë që në natën e parë na kanë treguar që ekziston edhe një shtëpi paralele. Tani, nuk e dim, a është një shtëpi që edhe ajo mban personazhe publik apo jo, apo qoftë është një shtëpi që ka personazhe të thjeshtë që në fakt do të jenë 2 luftra, 2 botra, 2 betejë mes njëra tjetrës, por duke mos patur asnjë lloj informacioni banorët të cilët janë pjesë e kësaj shtëpie për shtëpinë paralele në fakt që po ndodhet. Në fakt është e çuditshme për ta menduar, është e çuditshme për ta imagjinuar, por ja që rezulton që të jetë e vërtet. Në fakt Ledioni tha që në fillim që është një Big Brother shumë interesant. Tani unë mendoj që në qoftë se sonte banorëve ju tregohet që ka një shtëpi paralele, atëherë unë kuptimin sepse akoma publiku nuk e di. Pasi që e gjitha shtëpia ishte investuar, do me thënë çdo gjë brenda është portokalli, është përdorur pothuajse me të njëjtat ngjyra, mendoj që është një shtëpi e cila sonte do të jetë për herë të parë dhe do ta humbën atë në fakt sekretin e madh. Jam i bindur që do të jetë një shtëpi shumë interesante, jam i bindur që do të jetë një shtëpi me shumë ngjyra, një shtëpi me shumë dinamizëm. Nuk ma merr mendja që aty brenda ka personazhe publik, ma merr mendja që janë njerëz të thjeshtë, të cilët dëshirojnë që të arrijnë suksese në jetën e tyre dhe kjo mendoj që do të jetë sekreti i kësaj nate. Dua të marr mendimin tuaj si e shikoni ju këtë shtëpi dhe çfarë mendoni se fshihet brenda kësaj shtëpie.